Arber Hajdari është nga ato personazhe që flasin hapur dhe ndoshta është kjo pika e tij e fortë që tërheq më shumë publikun. Edhe pse ai drejton një organizatë që ndihmon njerëzit në nevojë, audienca e tij u shtua akoma më shumë kur pranoi të ishte opinionist i Big Brother VIP. Megjithatë, interesi më i madh qëndron për jetën private të Arbrit. Arbri është i martuar me Vlera Devollin, vajzën e një biznesmeni shumë të fuqishëm të Kosovës, i cili me bizneset e tij nuk operon vetëm në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe në shumë vende të Europës. Arbri ende kujton ditën që ai është njohur me Vlerën, krejt rastësisht, pasi as nuk e dinte se kush ishte ajo. Ai tha: "Isha për një vizitë pune në Kosovë, sepse familja e saj donte të më ndihmonte me një zyrë për fondacionin atje. Teksa po na tregonte hapësirën e zyrës, Vlera më thot: "Apo ju duhet diçka tjetër?" Tek ajo më pëlqeu fortësia, karakteri i fortë që transmetonte dhe jam kthyer në Tiranë me shumë mendime atë ditë. Ajo nuk më prezantua si vajza e biznesmenit, por si një vajzë thjesht, sepse, siç më ka treguar dhe më vonë, ka dashur gjithmonë që të vlerësohet për atë që ajo është dhe jo për atë që zotron. E kështu, zuri fill edhe lidhja jonë e dashurisë, e cila u finalizua me martesë. Në lidhje me Vjerin, Arbri thotë se ka një raport shumë të veçantë, sepse ai e ka trajtuar si djalin e vet dhe jo si dhëndrin e shtëpisë. I pyetur për dhuratën më të shtrenjtë që i ka bërë Vjeri Arbrit, ai thotë: "Ambienti që më vuri në dispozicion për fundjavën ndryshe në Kosovë ishte dhurata më e madhe për mua, sepse më ndihmoi të çoj më tej misionin tim. Jam i lumtur që kjo ndodhi para se ne të krijonim këtë lidhje familjare që kemi sot." Arber Hajdari nuk është vetëm drejtuesi i organizatës Fundjavë Ndryshe, por ai është edhe biznesmen i suksesshëm, pasi ka regjistruar në emrin e tij disa biznese në kryeqytet. Kur një vjerë milioner të dhuron jo një makinë luksoze apo vila, por një hapësirë për të ndihmuar njerëzit në nevojë, a nuk është kjo forma më e bukur e pasurisë? Po ju, si do ta vlerësonit një dhuratë të tillë? Çfarë është më me rëndësi sot, një dhuratë që ndriçon jetën tënde, apo ajo që ndriçon jetën e të tjerëve? Për të lënë mendimin tuaj, mund të komentoni te kjo video.